Kush ka fat që ta kryej pagesën deri në orën 11, shpëton pa pritur më gjatë. E ata pacient që nuk arrin brenda kësaj kohe, ta kryejnë këtë obligim pas kontrollës së mjekut, duhet të presin edhe një orë shtesë dhe jo vetëm. Krejt kjo përshkaktohet pasi që në 4 arkat e mbi 30 ambulancave specialistike në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk ka staf zëvendësues për gjatë kohës së pauzës nga ora 11 deri në 12. Normal që duhet me pozitën, duhet me pasën këtu zëvendësim për ta. Se tash na presëm një orë këtu, mranda një orë krejt këta pacienta që kontrolon vinë që të arka. Se s'mundet me kalu asë një api arkës për marë raportit. Kjo është shumë keqë. E gjithë kjo vonesë është e papranueshme për pacientët pasi që pa e kryer pagesën nuk mund ta marrin raportin mjekësor. Ginekolozi zakonisht një orë kumplit. Për një pagesë. Sa grumbullon pacientat mande kur vinë të pauzës. Po tash unë po 50 minuta, po kur t'ja fillon ku më prit se janë njerëz të prit që kanë shumë para meje. Me pas pauzën jo krejt jetën kohë. Gjatë kohës sa qëndroi ekipi i Klan Kosovës brenda këtyre hapësirave të hënën, pa që njëra ark punoi edhe gjatë pauzës, teksa një tjetër punën e shtyu për gjysmore, vetëse kjo mbetet në baza vullnetare. Megjithatë, pas kthimit të tyre në punë, radha dhe pritjet bëhen të gjata. Tash mrena një orë këtu bot ka la blok bot 50 metë mas paki. Televizioni lidhur me këtë problematik i ka dërguar pyetje QKUK-s se a ka ndonjë plan alternativ për të shmangur këto vonesa, por të njëjtit nuk janë përgjigjur.